Dolce, banorja që do të shkojë në Grande Fratello në Itali. Big Brother VIP Kosova 4 ka vendosur të ngrejë edhe më lart nivelin e spektaklit, duke realizuar për herë të parë një shkëmbim me njërin prej formateve më të ndjekura në Evropë, Grande Fratello në Itali. Lajmi u bë publik nga moderatori Alaudin Hamiti gjatë primit të tretë, ku ai zbuloi se të premte një prej banorëve të shtëpisë së Big Brother VIP Kosova do të udhëtojë drejt Italisë për të bërë pjesë e reality show-t italian për një javë të tërë. Njoftimi u prit me entuziazëm të madh nga publiku në studio, i cili shpërtheu në duartrokitje sapo u dha ky surprizë. Edhe opinionistët e formatit e vlerësuan këtë hap si një lëvizje të guximshme dhe shumë të nevojshme për t'i dhënë dinamika të reja programit dhe për ta lidhur edhe më shumë me publikun ndërkombëtar. Banorja që është zgjedhur për këtë eksperiencë të veçantë është Dolce. Sipas produksionit, ajo përfaqëson më së miri energjinë, karakterin dhe kuriozitetin që mund t'i duhet një formati të madh si Grande Fratello. Prania e saj në shtëpinë italiane pritet të sjellë freski, më shumë diversitet kulturor dhe natyrisht shumë kuriozitet tek publiku italian. Dolce do të qëndrojë për 7 ditë në Grande Fratello, ku do të ndërveprojë me banorët, do të bëhet pjesë e dinamikave të tyre dhe do të ketë mundësinë të prezantojë veten dhe kulturën kosovare para një audience të madhe ndërkombëtare. Se si do të rrjedhin zhvillimet, çfarë situatash do të krijojë ajo dhe si do ta presin banorët italian, mbetet për të zbuluar në ditët në vijim. Një gjë është e sigurt, publiku mezi pret ta shohë Dolce në skenën e madhe të Grande Fratello. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.